3 prill, Jezusi qëndron mes nesh. Atëherë, në po atë ditë të parë të javës, ndërsa ishte mbrëmje dhe ndërsa dyert e vendit ku ishin dishepujt ishin mbyllur për shkak të frikës së judenjve, erdhi Jezusi dhe qëndroi në mes dhe u tha: "Paqja me ju." Gjoni 20:19. Kur Jezusi u shfaq për herë të parë dishepujve pas ringjalljes së tij, ata ishin strukur pas dyerve të kyçura, nga frika se çfarë mund të bënin më pas autoritetet që kishin kryqëzuar udhëheqësin e tyre. Mirë po dyert e kyçura nuk mund të ndalonin Jezusin. Asgjë nuk e ndaloi atë të hynte në shtëpi dhe të rihynte në jetën e tyre, duke u avërtetuar se ai ishte shpëtimtari i tyre dhe shpresa e tyre e gjallë. Ata mund ta shihnin, ta dëgjonin, ta preknin dhe ta njihnin atë, në të njëjtën mënyrë i qaset ai edhe jetës sonë. Pavarësisht se ku jemi apo çfarë kemi bërë, Krishti mund të hyjë në jetën tonë, në trishtimin tonë, në errësirën tonë, në frikën tonë, në dyshimet tona, dhe ta bëj veten të dukshëm dhe të njohur, duke shpallur: "Paqja me ju." Ndoshta jeni një Thoma dyshues, i shpejt për të vënë në dyshim çështjet e besimit. Deri në një farë mase, pyetjet janë të mira dhe të shëndetshme. Thomaju treguaj drejt për drejt me Jezusin, duke thënë në thelb: "Unë nuk do të besoj në ty, nëse nuk mund ta vendos gishtin tim mbi plagët e tua." Jezusi ju përgjigj Thomait: "Në rregull, nëse kjo është ajo që të nevojitet, atë do të bëj." Gjoni 20:24 deri në 29. Jezusi mund të na takojë në dyshimet tona, ose ndoshta je një Pjetër mohues, i shpejt për të hequr dorë nga identiteti yt në Krishtin dhe i shpejt për t'u ndier i dënuar për mënyrën se si ke katranosur gjërat. Jezusi e mori Pjetrin, i cili kishte dyshuar shumë herë tek ai, por që u rrëzua plotësisht nga pyetja e një shërbëtoreje, dhe rimëkëmbi atë, duke i besuar kujdesin për çengjat dhe delet e tij. Gjoni 21:15 deri në 17. Jezusi na pranon pavarësisht nga dështimet tona dhe e përdor jetën tonë në mënyra transformuese. Ose ndoshta je një Mari Magdalenë e turpëruar, me një të kaluar që nuk të lë rehat dhe të bën të ndihesh i padenjë për dashurinë dhe pranimin e Jezusit. Megjithatë, Perëndia nuk caktoi që takimi i parë i regjistruar i Jezusit pas ringjalljes së tij të ishte me një mësuese të shkollës të së dielës, por me një grua që kishte një të kaluar të ndyrë, të mbushur me mëkat dhe që madje kishte qenë e pushtuar nga demonët. Nuk ishte rastësi që për qafimin e parë, nëse mund ta themi kështu, Krishti i ringjallur ja dha një personi të tillë. Të njëjtin përqafim shpengues, ai na e ofron edhe neve. Jezusi mund të kalojë përtej dyerve të kyçura. Ai mund të depërtojë në zemrat e ngurtësuara. Nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së tij, ai ishte në gjendje për ta mbyllur hendekun që mëkati kishte hapur mes njerëzimit rebel dhe një perëndije të drejtë. Ne duhet ta pranojmë shpëtimin që ai e ofron falas. Ky shpëtim duhet të jetë i freskët në mendjet tona çdo ditë. A i keni bërë këtë? A i keni pranuar Jezusin pa kushte dhe pa rezerva? A i përqafoni atë çdo ditë? A ja përsëritni vetes ungjillin e tij çdo mëngjes? Të besosh kështu, do të thotë ja japësh veten Perëndisë në shërbim. Ne i nënshtrohemi atij si Zoti dhe shpëtimtari ynë. Ne i marrim në zemër premtimet e Perëndisë dhe e pranojmë shpëtimin që ai na e ofron falas. Me këtë besim, do të shihni se ai qëndron përkrah jush, duke ju ofruar paqe të përjetshme dhe intime, e cila triumfon mbi trishtimin dhe transformon errësirën, frikën dhe dyshimet tuaja. Dëgjojeni Krishtin e ringjallur teksa ju thot: "Paqja me ju."